pjesë e përgjithësisë dhe e fajt nëse Kosova shkon në zgjedhje. Automatikisht pjesa e fajt shkon te vetë zoti Kurti. Pastaj nuk e kuptoj mirë pse zoti Glauko Njuca ka hinë këtë kurthën e Kurtit, se deri dikon për çfarë dhe kum kuptu Albolenën, po pse Glauku, si një autoritet, si një kryetari i Kuvendit, megjithatë është e drejtë e tij ai e den. Pastaj është PDK-ja, pastaj është LDK-ja dhe krejt në fund vini ju. OK-ja. Edhe nisma e ka një përgjithësi. Edhe nisma se harrova, po mendova që i përfaqësojmë se në bazë të akronimit në parlament. Që po thu kanë hyrë në kuvend fal juve. Jo, në bazë të akronimit thash. Po ne jemi konë bashkë edhe jemi mundu me bo matë mirën, kemi pritë rezultat krejt tjetër. Kjo është realiteti që nga ka dalë. A i dolën limajt dhe nismës fjalët e juja në fillim zoti Haradini? Kemi mbyllë këtë kapitullin e debateve rreth kësaj situate. E keni lënë si bora e parvjeçit që ja kur është në pyetjet e kurtha, s'është e çuditshme që janë kurthë. Merr mirë që është bashkëpartia para tjerë në kurthë. Merr mirë që e përmend edhe tash me qenë se ndoshta edhe po shkojmë zgjedhëm i uru sukses. Se jo, domethënë kolege kemi, unë kam thonë me gjithë respektin për të kaluarën e hershme, domethënë këtë situatë nuk ka ardhur mirë që jemi gjithë. Ashtë i na gjithmonë fajnë duhet mi da për gjysë, po në këtë rast aleanca s'ka pas fajnë. 100% faju ka qenë i nismës, për bje edhe i limës. Nuk e di atë pjesë, po unë thash i uroj sukses kur gjohë më shumë. Po, se tani po flitet mundësia e krimit një koalicioni me LDK-n. Si të reja. Po, kështu si një mundësi. Unë mendoj që është mundësi e mirë për zotin Lima, se jo, domethënë, ajo është politika, është fleksibile, unë e kuptoj, por ka dhe raste që edhe me na i çmim duhet domethënë i grim me rujt korrizën mos më shtramu letë se se shkojnë atë zgjedhje zoti Haradina e shkon vetë aleanca pra? Unë jam kategorik hilltar që akronimi AK mos me pas garë mashtesë, do të jam hapun kundër. Nuk e përjashtoj mundësinë në rast që do të ketë ndaj koalicion me subjektet mëdha politike, atëherë kjo krejt këto fjalët mi janë rrohen, por sa i përket AK-s, në këto rrethana çfarë jemi, AK duhet të jetë krejtësisht e hapur për një listë që jemi të punuar me shumë kujdes, edhe keni me kon dëshmitar që do të ketë emra të jashtëzakonshëm në listës, po mundohemi me bë më të mirën, nuk jam dhe nuk do të jem pro asnjë koalicioni me këto subjekte tjera, të cilat duhet mi bë listën sa autostrada e Dugazhinit të në letër sa u kon, këja, kjo, kush do që është, qysh me thonë, mendon që mundet nëpërmes AK-s me kon pjesë e Kuvendit të Kosovës, aleanca